Marta. Duke qenë se unë shquhem për monolog, sot kam përgatitur diçka shumë të bukur dhe më besoni që nëse do nga të rohem, e kanë fajnë emocionet, jo unë. Për para se të nisë, doja të thoja edhe diçka tjetër, që pak më parë nuk e harrova nga emocionet. Doja të falenderoja shumë Aldon dhe shoqatën e gjatë, sepse në një fazë tjetër edhe unë u ndjeva pak a shumë e praktikisur nga disa njerëz, por gjeta ngrohtësinë dhe më treguan se sa unë vleja dhe prandaj unë jam akoma më emocionale në këtë pjesë. Aq faleminderit shoqatën e gjatë dhe të gjithëve ju që jeni këtu. Monologu im titullohet Ku je nën? Ku je nën? Sot të kërkova në erë, në çdo hap që bëra, në çdo fytyrë që kaloi pranë meje. Të kërkova në zërat që qeshnin, por asnjëri nuk ishte yti më nën. Të kërkova në duar që më preknin, por asnjë nuk më mbajti si ti. Ndonjëherë mendoj, mos vallë më harrove, apo ndoshta kurrë nuk pata vend në zemrën tënde. Unë nuk kërkoj shumë më nën, vetëm një përshafim, një fjalë të butë, një jam këtu. Në vete flas me heshtjen dhe e pyes, a është dikush, diku, që më pret? Por përgjigja vjen gjithmonë në ftoftë, si astiku im. Shoqet flasin për nënat e tyre, për duart që i zgjojnë në mëngjes, për zërat që i therasin me dashuri. Dhe unë, buzëqesh, sikur edhe unë të kem një. Por brenda meje, janë një pyetje pa përgjigje. Nën, nëse më dëgjon, dije se unë ende të pres. Nuk jam zemëruar, jo. As nuk të kam harruar. Thjesht, jam rritur duke të kërkuar. Ku jem më nën? Sepse edhe sot në këtë botë kaq të madhe, unë jam ende e vogël pa ty. Bravo! Faleminderit.